Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, zonja dhe zotrin. Do të kemi tani një lidhje të drejt për drejt Skype me profesor Dr. Enver Bytyçi, është drejtori i Institutit të Studimeve për Europën Juglindore. Përshëndetje, profesor Bytyçi. Përshëndetje, Eliana, faleminderit për ftesën. Do doja ta nisnim bisedën së bashku natyrisht për procesin zgjedhor. Do të flasim për rezultatet paraprake të deri tanishme. Si ju duken? A janë brenda pritshmërive tuaja? Sigurisht që rezultatet e zgjedhjeve për pjesën e kutive dhe votimit të cilat janë numëruar më rezultojnë që janë jashtë pritshmërive, jashtë realitetit dhe jashtë çdo konteksti të logjikës dhe racionales në mendin e njeriut. Është e pamundur që një vend dhe një popull i cili çdo ditë më shumë shkretohet në kuptimin e emigrimit dhe të kolonizimit të këtij vendi me të huaj nga Afrika, Azia dhe kontinentet të tjera, të besoj dhe të mendoj se shpëtimin do ta ketë tek bandat kriminale, tek mafia dhe tek korrupsioni i shtetit të 12 vjeçar në Shqipëri. Është një rezultat zhgënjës nëse do të ruhet ky ritëm, kjo tendencë. Është një rezultat i cili nuk përkon me logjikën e zhvillimeve në këtë vend. Është një rezultat që dëshmon se bandat mafioze, shtetërore dhe të trafiqeve të drogës si dhe të krimit organizuar nuk mundën me mjetet demokratike. Është një rezultat që na tregon se e njëjta skemë dhe i njëjti proces na përsëritet që prej vitit 2015 e këtej, sa kohë që rilindja ka bërë zgjedhje në këtë vend, është një rezultat i cili na dëshmon se kjo rilindje dëshiron që të çojë deri në fund skenarin e saj për zhbërjen e kombit shqiptar, për zhbërjen e shqiptarëve, për zhbërjen e kombit shqiptar dhe për shndërrimin e Shqipërisë në një vend ku të pajetueshëm për shqiptarët dhe të këndshëm në pikpamje turistike dhe në disa pikpamje të tjera për grupet mafioze, për pastruesit e parave, për kriminal në grup ose individual, për politika të cilat favorizojnë krimin organizuar dhe mafien organizuar e kështu me radhë. Sistoj, unë mendoj që ka fituar mafia, kanë fituar bandat e Ballukut, bandat e OSHE-s, bandat e tatimeve, bandat e IKMT-s, bandat e policisë, bandat e patronazhistëve e kështu me radhë. Mjafton të kujtoj ditën e djeshme, kur në jetën time nuk më ka ndodhur ai tension i pazakont në qendrën e votimit tek Olimpiku, ku njerëz të ndryshëm merrnin në telefon dhe në prezencën tonë në korridore bërtisnin cila është preferenca juaj, takohemi dhe bisedojmë, hajde se të them unë se çfarë të bëjmë, etj, shprehje të cilat më kanë tronditur në kuptimin e vërtet fjalës se sa guxim kanë patronazhistët të veprojnë hapur në mbrojtje të krimit, mbrojtje të bandave, në mbrojtje të parave të pista, në mbrojtje të mafjes dhe përpasoj ne kemi këtë rezultat. Profesor, sigurisht që rezultati nuk pasqyron një realitet. Po, guximin e paligjshmja e merr nga amnistia që i bëjnë institucione të tjera që duhet ishin
aty për të garantuar procesin zgjedhor. Dhe ju sollët në vëmendje publike rastin tuaj, po ne kemi mjaft raste të tjera të bëra publike gjatë ditës së djeshme me zë dhe figur ku denoncohej krimi zgjedhor. Pra, më lejoni t'ju pyes, a duhet kishte qenë garanci e shtuar task force e ngritur nga SPAK-u për hetimin, parandalimin e krimit elektoral, ndëshkimin e krimit elektoral, policia e shtetit, po edhe vetë institucioni përgjegjës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Se rrjetin social Facebook ma kanë mbyllur për 180 ditë për shkak të intervenimit e Erion Velis në fund të dhjetorit të vitit kaluar, sepse kisha shkruar një koment për sjelljet e tij të çuditshme kur sapo u kthye nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por unë kam shënuar dhe kam shkruar që kur ngrit task forca e SPAK-u dhe prokurorisë përgjithshme, se ai instrument është ngritur për të justifikuar manipulimin e votave nga kryeministri Edi Rama. E kam shkruar në rrjetet të tjera, në komentet të tjera, është botuar në gazetën Vota Sot, por ta të syrit sikur nuk kanë qenë nganjëherë të hedhin syt nga konkluzionet të tilla, se duan edhe këta të mbajnë në ekuilibër. Unë jam kundër ekuilibrave të fals, jam kundër ekuilibrave që fshehin të vërteta të mëdha, por SPAK është edhe task forca e SPAK dhe prokurorisë përgjithshme u provua se u ngrit për të justifikuar, legjitimuar manipulimin, vjedhjen, blerjen, shantazhin dhe përdorimin e shtetit në një proces zgjedhor, madje edhe në ditën e votimeve dhe në procesin e numërimit të votave. Kjo do të thotë që janë bërë bashkë të gjitha bandat e këtij vendi, banda e SPAK-ut, banda e prokurorit përgjithshëm dhe prokurorisë përgjithshme. Më ndjes sepse në këto institucione ka edhe njerëz të ndershëm të cilët pajtohen me mua, por flas për ata që i drejtojnë, banda e qeverisë, banda e Spiro Paleshës, bandat deri tek Klosi, tek Balluku, bandat e Keshit, bandat e tatimeve, banda e policisë së Zopit Hoxha, dhe gjithë nuk e di nëse madomenja edhe ushtrin do ta ketë aktivizuar me qëllim që të bëj presion mbi popullatën për të grabitë zgjedhjet e këtij viti, ashtu siç ka bërë faktikisht me çdo palëzgjedhje në të kaluar. Kjo do të thotë që Shqipëria është në udhkryq, Shqipëria është në një situatë më kritike se sa kritike. Ky vend ka kaluar kohë të vështira në historinë e vet, ka patur pushtues, ka patur diktatura, ka patur sisteme autoritare, ka patur gjithçka, ka patur demokraci hibride, etj, por kur nuk kishte patur dhe nuk kishte ndodhur që Shqipëria të sundohej nga një përzierje e bandave të llojeve nga më të ndryshme. Imagjinoni, në pjesë e bandave janë bërë edhe kompanitë e mëdha, të cilat jo vetëm udhëzojnë, por urdhërojnë punonjësit e tyre se për kë dhe ku duhet ta hedhin votën. Është mjerisht një situatë e cila nuk mund të kapërcehet me farsë zgjedhjesh. Kjo situatë kapërcehet vetëm me një organizim paraushtarak, me një organizim protestash të dhunshme, jo të padhunshme, sepse dhunës duhet përgjigjur me dhunë. Nuk mundet që me mjetet demokratike të nënshtrosh dhe të mundësh në betejë një konglomerat bandash të cilat përcaktojnë vullnetin e qytetarëve dhe jo vetëm vullnetin e qytetarëve,
por edhe perspektiven e atë dheut dhe të kombit ku ne jetojmë. Ky vend është edhe i atyre që votojnë qofshin ta dhe pakicë kundër shumicës, kundër mazhorancës. Por faktikisht është kthyer në një vend ku mund të jetojnë vetëm banditët, ndërsa të gjithë njerëzit e ndershëm duhet ose të rezistojnë me forcë e me dhunë ndaj kësaj kapje, ose duhet të ikin nga ky vend. Pra, profesor, profesor, ju po thoni që opozita bëri gabim që hyri në zgjedhje, pa qeverin kujdestare, sjell në vëmendje komunikimin e IDU-s, po edhe peticioni PPE-ve ishte shumë i rëndësishëm për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, dje edhe deklarata e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Gonzato, gjithashtu ishte shumë e fortë për referuar komunikimit të deri tanishëm të përfaqësuesit të BE-s, kur thot zgjodha të vizitoj Durrësin dhe jo Tiranën, sepse kishim informacion për banda kriminale. Pra çfarë po ndodh, si mund të certifikohet një rezultat i tillë? Bandat kriminale janë në Tiranë, bandat kriminale janë në Shkodër, bandat kriminale janë në Elbasan më shumë se kudo, bandat kriminale janë në Durrës dhe në Fier ku vajti ambasadori i Bashkimit Evropian dhe deklaroi atë që thati ju, por faktikisht këto banda kanë qenë këtu prej 12 vitesh dhe Bashkimi Evropian i ka certifikuar këto banda dhe bashkë me to edhe kryebanditin e Tiranës. Certifikimi nga Bashkimi Evropian i këtij kryebanditi dhe bandës së tij ka bërë që Shqipëria të jetë në këtë situatë ku është sot. Saqë çdo ditë më shumë aktualizon atë thënie të jashtëzakonshme të Gjergj Fishtës sa i përket Europës. Europa nuk mundet të instalojë një diktaturë mafioze dhe bandash në një vend aspirant ose në një vend në cilin ka hap bisedimet për ta pranuar në Bashkimin Evropian. Europa është fajtore, po aq sa kryebanditi dhe bandat e tij në Shqipëri për situatën dhe gjendjen e krijuar. Imagjinoni se ku jemi. Jemi në fundin e fusit, në kuptimin demografik, politik, ekonomik, financiar dhe të mirëqenies së këtij vendi. Arsimi, shëndetësia dhe gjithçka është rënuar qëllimisht. Nuk janë veprime të paqëllimshme të gjitha ato çfarë ka ndodhur në këtë vend. Janë veprime me qëllim që ta zhbojnë kombin shqiptar. Deshën ta zhbonin Kosovën, por fatmirësisht liderët e Kosovës e morën situatën shpejt në dorë dhe ndryshuan qëndrimet e tyre, e mbrojtën vendin e tyre. Ne këtu në Shqipëri nuk po e mbrojmë vendin tonë. Duhet një organizim tjetër për të mbrojtë fatin e kombit shqiptar, fatin e Shqipërisë. Duhet një rezistencë tjetër për të mbrojtur fatin e kombit tonë. Nuk e di si do bëj opozita në të ardhmen. Nëse opozita do të mund që të mos certifikohen dhe mos njihen këto zgjedhje, do të jetë një hap shumë i rëndësishëm. Por nëse komuniteti ndërkombëtar do të certifikojë këto zgjedhje, jemi të sigurt se mbas 4 vjetësh bandat do të krijohen në të dy kampet. Shqiptarët nuk do të pranojnë që të nënshtrohen, të ulin zbekun përpara bandave të Edi Ramës dhe të poshtrohen në çdo rast, në çdo moment, në çdo fjalë, në çdo fjali të kryeministit të Shqipërisë. Shqiptarët do të rezistojnë, do të organizohen. Se si do të jetë ky organizim, se si do të vinë ky organizim, unë nuk mund ta them dhe nuk mund ta di tani. Por çdo aksion i tillë i bandave kriminale, të shtetit, të mafjes, të krimit organizuar, do të prodhojë një kundërreaksion. Dhe ky kundërreaksion në 4 vjet jam i sigurt që do të shfaqet dhunshëm dhe Shqipëria mund të na shkojë në një luftë civile. Prandaj dhe europianët është domosdoshme të ndalen, të shikojnë çfarë ka ndodhur dhe të reflektojnë me një lloj ndjese edhe përqendrimet që kanë mbajtur në gjatë këtyre 12 vjetëve përfshirë edhe kanalizimin e Shqipërisë. Po, e përmendëm edhe pak më parë, meqense jemi tek ndërkombëtarët, organizimi i shqiptarëve, thoni ju, profesor Bytyçi, po shqiptarët aty e kishin 11 majin dhe të organizoheshin një herë
për të ushtruar të drejtën e vetë më të çmuar, të drejtën kushtetuese, të drejtën e votës. Pra aty duhet kishte qenë momenti i parë për cilin organizimin për cilin flisni juve. Pra për të mos lejuar qoftë edhe bandat të ndikonin në vullnetin e tyre. Është e pamundur që 100% e shqiptarëve të rezistojnë. Mjafton 20%, 10% e tyre të ngrihen për rezistencë dhe ta ndryshojnë situatën. 1 milion shqiptarë nuk mund ta ndryshojnë situatën me votë, 10.000 shqiptarë në rezistencë të vazhdueshme dhe të pa kompromis mund ta ndryshojnë situatën brenda disa kohë. Prandaj dhe vota një metoda nga më të ndryshmet për të ndryshuar gjendjen kur gjendja acarohet ose vihet në kontrollin e diktaturave, të kushtuesve apo të bandave kriminale si në rastin konkret të Shqipërisë. Është krejt e lishme që një popull të reagojë me organizim të posaçëm për të rezistuar kundër një bande të tillë. Është krejt e lishme. Pra është një akti i zgjedhjeve të së dielës, të ditës së djeshme, është një akt i cili nuk mund dhe nuk duhet të ndodhë në asnjë vend të botës, jo më në një vend evropian, as më tepër në një vend i cili ka hapë shumë kapituj, thotë Edi Rama, për të pranuar në Bashkimin Evropian. Përfundimisht ka marrë fund ëndra e shqiptarëve që jo në 2030, po me të tilla zgjedhje as në 2300 të bëhen antar të Bashkimit Evropian. Profesor Bytyqi, po për ata qytetarë që e kanë tashmë pasaportën europiane, nuk po flasë edhe ne e kemi që me liberalizimin e vizave, me lëvizjen e lirë, po i referohem tani diasporës, e konsideruar në risia e këtyre zgjedhjeve, presupozohet të ndjeshin më të lirë se qytetarët brenda Shqipërisë për të shprehur vullnetin e tyre. Çfarë mendimi keni juve sa i takon votës së diasporës? E para njëherë integriteti i votës së diasporës dhe rezultati ky që kemi sipas KQZ-s. E para, unë nuk kam pritur ndonjë gjë të madhe nga diaspora, as më pas, kam patur ndonjë shpresë. Në fund të fundit, si të votoj familja, ashtu do të votojnë edhe njerëzit e familjes që janë në diasporë. Ky është rregulli i përgjithshëm dhe nuk bën përjashtim diasporas. Së dyti ka jo pak nga ata të diasporës që vinë tu dhe shohin, sheshin Skënderbeu dhe lumturohen sepse xhepat i kanë plot, nuk ka arsye të mendojnë dhe të besojnë që bujqësia shqiptare është rënuar, se në këto ndërtime që shef ai në Tiranë pastrohen miliarda euro apo dollar, se çmimet kanë shkuar 10.000 euro një metër katëror, se një familje që jeton në kryeqytetin e Tiranës i duhet të punojë 100 vjet për të garantuar një shtëpi, se çmimet rriten dhe shumë fishohen vazhdimisht, nga të tillë njerëz nuk pres një reflektim dhe një arsyetim logjik për të vlerësuar votën e tyre. Atyre ju duket Edi Rama shumë i bukur, shumë i mirë, shumë i artikuluar, dhe mjafton kaq për ata që të japin një votë për Partinë Socialiste. Ndërkohë që shqiptarët të cilët vuajnë për bukën e gojës janë të detyruar që ta shesin votën, qoftë edhe për 5 lekë, për arsye se kanë nevojë jetike për të mbyllur ditën ose javën dhe nuk kanë kurrë mundësi të mendojnë për një perspektivë më të gjatë. Pikërisht në këtë situatë ka sjellë vendin banda e qeverisë së Edi Ramës, me qëllim që ta manipulojë lehtësisht të rënd, por ky vend duhet prodhoj intelektual, duhet prodhoj njerëz të ditur, duhet prodhoj njerëz të guximshëm, të cilët duhet të organizohen dhe të ndërtojnë një sistem të ri përplasje me regjimin derisa të regjim të argëzojnë. Ne do të shohim se cilat do të jenë reagimet e opozitës, sidomos faktorët ndërkombëtar. Shpresoj që këto reagime të parandalojnë një rrugë të mëtejshme pas pak vitesh. Dhe mendoj që duhet diçka e re, duhet lind diçka e re.
duhet lind diçka më idealiste, duhet lind diçka që rikthen shpresën te qytetarët, duhet lind diçka që rikthen barazinë shoqërore, rikthen trajtimin e barabartë të njerëzve, të krahinave, të komunave, të bashkive, të zonave të ndryshme të Shqipërisë dhe neutralizon veprimtarinë e bandave kriminale në pushtet, në biznes, në administratën shtetërore dhe kudo që është instaluar në këtë. Derisa të vi kjo e reja, çfarë ndodh me Shqipërinë dhe shqiptarët, profesor, sipas jush? Do të ulin kokën dhe do të vazhdojnë të përjetojnë dhunën dhe sundimin e një narkoshteti, siç është narkoshteti i Edi Ramës. Pra, ajo peticioni i PPE-ve për procesin zgjedhor, më herët rezoluta i DU-s, ku ishin 5 pika shumë të rëndësishme, nuk s'kishin dhe s'do të kenë asnjë ndikim, thoni ju, as në vazhdim. Ne do të shohim si do reflektohet në qëndrimet e faktorit ndërkombëtar. Do të shohim nëse OSBE-ja, Këshilli i Evropës, Departamenti i Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të njohin apo jo këto zgjedhje. Nëse faktori ndërkombëtar nuk i njeh zgjedhjet, atëherë ndryshon gjithçka dhe nuk besoj që do të ketë nevojë për një riorganizim të forcave dhe që shtytsen me njëra tjetrën në një krah bandat dhe në një krah njerëzit që duan këtë vend dhe duan ta mbrojnë këtë vend nga bandat dhe nga zhbërja. Profesor, por shpresoj që faktori ndërkombëtar të kuptojnë. Dhe së fundmi, duke ditur sa për zemër e keni ju Kosovën, gjysmën tjetër, tonën, më të mirën të themi, sidomos kur flasim për procese zgjedhore, si e keni parë qasjen e Kosovës ndaj këtij procesi zgjedhor, pra interesin e faktorit politik atje për procesin zgjedhor në Shqipëri? Faktori politik nuk ka patur shumë reagime, ka patur ndonjë politikan reagim të tillë, për shembull një nga politikanët e lëvizjes Zoti Abdyli shkruante dhe thoshte që votoni atë që ka ndërtuar rrugën e kombit dhe jo atë që ka vënë trarin në rrugën e kombit. Por gjithsesi publiku besoi që në Kosovë ka pritur një ndryshim. Unë këtë përshtypje kam nga komunikimet dhe nga qëndrimet që kam vënë re dhe ka patur një shpresë se diçka më e mirë do të vijë. Fatkeqësisht po ndodhe kundërta, ende nuk jemi në fund të procesit, por në Kosovë sigurisht që ka zhgënjim ashtu si dhe në Shqipëri. Profesor Bytyqi, ju falenderoj shumë për këtë bisedë së bashku. Faleminderit juve. Faleminderit. Ishte drejtori i Institutit të Studimeve të Europës Juglindore, profesor Enver Bytyqi, një njohës shumë i mirë i çështjeve të rajonit, por edhe aktualitetit politik në vend. Vijojmë me publicitet.